Julian Sullo, i njohur si Juli Pashakos, ka qenë shënjestra një atentati të ndodhur para ditën e sotme në lagjen Mistomame të Lushnjës, ku u qellua me breshëri Kalashnikovit, drejt makinës me të cilën udhëtonte 45 vjeçari. Përpasoj, Sullo mbeti i plagosur në këmbë dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, pasi mori ndihmën e nevojshme mjekësore. 3 persona dyshohet se morën pjesë në këtë atentat dhe mjeti i tyre tip Nissan u gjeti djegur në fshatin Limfaj. Kjo është e disata herë që ndaj tij bëhet atentat, ndërsa 45 vjeçari njihet si person me precedent penal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai është shoqëruar më parë për masakrën e Lushnjës, ndërsa emri i tij është përmendur edhe për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doj në 2019 në Durrës, por nuk është gjetur provë që përfshin të në këto ngjarje të përfolura. Në 2019 ju sekuestruan 70.000 euro dhe një makinë me vlerë 100.000 euro, pasi dyshohet se i kishte siguruar fal aktiviteteve kriminale. I plagosuri njihet si rivali përbetuar i Aldo Bares, ish kreu të bandës së Lushnjës. Sullo është arrestuar edhe më parë si një prej të dyshuarve të përfshirë në atentatin ndaj nipit të Aldo Bares, por u la i lirë pasi nuk u gjet asnjë provë kundër tij. Në masakrën e Lushnjës të ndodhur në 2017, ku vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, miq të nipit të Aldo Bares, por gjithashtu u lirua pasi nuk u gjet provë që të dëshmonte përfshirjen e tij. Për këtë ngjarje janë dënuar me burg të përjetshëm Antentino Kaloshi dhe Orges Bilbili, antarët e grupit të Laert Haxhiut. Vendimi u lan fuqi edhe nga gjykata e lartë më 21 nëntor të 2015-s.